Mirdita dhe mirë se keni ardhur. Ftoj grupin e vallëtarëve të performojnë para jush me disa pika nga repertuari i tyre i shkëlqyeshëm. Ora një rreth një betë të abone. Bol një betë, bol një betë.
Kosovëve. I nderuari kryetari komunës, zotri Bexhet Gjeladini. E nderuara drejtoresh e drejtoratit për kulturë, rini e sport, zonja Liridona Mistina Ipiraj. Të nderuar drejtor të drejtorive komunale e drejtor të shkollave. Të nderuar pjesëtar të policisë dhe ushtrisë së Kosovës. Të nderuar media dhe gazetar, ju të cilët kanë manifestim e mundësoni të përcjellin edhe ata të cilët nuk janë këtu me ne. Shumë të respektuara familje të dëshmorëve. Të dashur bashkëfshatar të kryeministrit të parë, gjithë shqiptar Ymer Prizrenit. Të nderuar dhe shumë të respektuar musafir e poet nga gjithë trebat shqiptare. Të nderuar gjithë ju të pranishëm. Një përshëndetje speciale e kemi për musafirët nga Ukraina e nga diaspora. Në vazhdim, ftoj drejtori në OJQ-s, Kroi Macës, organizator i këtij manifestimi, akademikun dhe poetin e mirënjohur Abbas Çengaj që ta marr fjalën. Të nderuar pjesëmarrës, i nderuar zoti kryetar me stafin tuaj, ju përshëndes ngrohtësisht për zemërsisht për pjesëmarrjen tuaj dhe për angazhimet që bëni për kulturën në komunën e Dragashit. Përshëndes gjithashtu të gjithë familjet e dëshmorëve, përshëndes Policinë e Kosovës që na gjendet gjithmonë në përkrahje të manifestimeve të ndryshme. Përshëndes gjithashtu edhe stafin mjekësor i cili sot është në gatishmëri, inshallah nuk smuhet asnjë. Të dashur poetë, faleminderit që keni ardhur, keni marrë rrugë të lartë. Unë me qëllim nuk do të flas shumë, sepse po të folim për historikun e këtij manifestimi, do të na duhet një kohë shumë e gjatë, prandaj unë do t'i bie shkurt. Këtë vit kemi ndryshuar paksa formën e organizimit, nga se është dashur të ndryshojmë për arsye të ndryshme. Unë do t'i them disa fjalë para se Forcja i ka të shkruar aty që do t'i lexojmë. Unë kërkoj nga ju 3 emra të cilit do të përkujdesem për vlerësimin e poezive. Prandaj poetët le të konsultojnë mes vetit, të zgjedhin komisionin, sepse në shumë raste kam dëgjuar fjalë se thuhet konkursët janë vetëm formal dhe shpërblimet dihet kush i merr. Jo, këtu gjithmonë juria ka vendos për shpërblimet e poezive. Nuk ka këtu poezi të parë, të dytë, të tretë si në raste manifestimet e tjera. Këtu është një çmim. Çmimi i poezisë se manifestimi tradicional Ymer Prizreni, të cilën unë e ndaj në 3 ose 4 pjesë për arsye që të shpërblehen dhe më shumë poetë. Prandaj, poezit do t'i lexojmë vetë, ai poet që nuk merr pjesë në leximin e poezisë, nuk do të futet në libër. Ai poet i cili ka konkuruar e që kanë konkuruar 72 poetë, nga ata tash do të shohim sa kanë ardhur këtu, të gjithë ata që do t'i lexojnë poezit, libri do të botohet pas leximit të poezive. Prandaj unë tani për të mos e zgjatur shumë, ftoj kryetarin e komunës që jep një fjalë përshëndetje për të gjithë ne. I nderuar kryesuesi i kuvendit zoti Resul Fetahu, i nderuar nënkryetari i komunës Vetim Ramadani, të nderuar drejtor komunal, drejtorisë e kulturës, drejtori i arsimit, të nderuar përfaqësues e policisë së Kosovës, të nderuar drejtor të shkollave, përfaqësues e partive politike dhe shoqërisë civile, i nderuar ish kryetari i komunës Salim Jenuzi, të nderuar banorët e fshatit Zgatar, familjet e dëshmorëve, veteranëve, të dashur poet, valltar, artist, të nderuar media dhe ju qytetarë të komunës së Dragashit.
Me lejoni që këtu kemi edhe një përfaqësues nga komuniteti Joshumic, i cili që 2 herë merr pjesë në sofrën e Prizrenit, është edhe poet. Përshëndes edhe prezencën e tij Sadik Idrizit, i cili njerit ka qenë edhe ish ministër i shëndetësisë. Të nderuar, sot jemi mbledhur këtu në fshatin Zgatar, vendlindjen e njerit prej emrave më të mëdhenj të kombit ton, Ymir Prizrenit, që përmes poezisë dhe vallave të kujtojmë njerën nga ngjarjet më të rëndësishme për popullin shqiptar, e cila vendosi themelet e një identiteti që të qëndrueshëm kombëtar, me ëndrrën shekullore për një shtet të pavarur shqiptar. Jemi mbledhur për të dëgjuar zërin e historisë që ende flet përmes emrave të mëdhenj të kombit ton. Në Zgatar, ku lindi Ymir Prizreni, historia nuk është thjesht, por është pjesë e kulturës. Çdo gur, çdo rrugë, çdo brez që rritet këtu bart një pjesë e trashëgimisë se një njeriu që ja kushtoi jetën çështës shqiptare. Kur u themeluar lidhja shqiptare e Prizrenit në vitin 1878, shqiptarët nuk kishin shtet, nuk kishin kufite në njohur dhe nuk kishin mbështetje nga fuqitë e mëdha, por kishin diçka shumë më të fortë, besimin se ky komb meritonte të jetonte i lirë dhe të ishte zot i fatit të vet. Në krye të këtij vizioni qëndroi Ymir Prizreni, mbushtetazi që arriti të bashkojë mendet e zemrat e shqiptarëve në një kohë kur përçarjet dhe rreziqet ishin të shumta. Ai u bë i madh sepse drejtoi një organizim politik, ai u bë i madh sepse kuptoi para shumë të tjerëve se uniteti është forca më e madhe e kombit ton. Sot, pas gati një shekulli e gjysëm, ne e shohim lidhjen e shqiptarët e Prizrenit, jo vetëm si një ngjarje historike, por si një mësim të përhershëm. Sofra e Ymir Prizrenit është më shumë një manifestim kulturor, është një urë që lidh brezat, është vendi ku historia takohet me artin, ku kujtesa takohet me kremtarinë dhe ku respekti për të kaluarën shndrohet në frymëzim për të ardhmen. Prandaj merite veçantë kanë të gjithë ata intelektual, studiues, veprimtar dhe dashamit të kulturës që për dekada në radhë e kanë mbajtur gjallë këtë traditë. Par punës së tyre, figura e Ymir Prizrenit vazhdon të ndriçojë jo vetëm historinë e opojës, por edhe historinë e mbar kombit shqiptar. Të dashur të pranishëm, ndërimi më i madh që mund të bëjmë figurave si Ymir Prizreni është që ta kujtojmë mesazhin e tyre për bashkim, për dije, për përgjegjësi dhe për dashuri ndaj Allahut. Le të jetë kjo një ngjarje, një vend ku forcojmë lidhjet mes nesh, ku kultivojmë krenarinë për rrënjët tona dhe ku apërcjellin brezave të ri amanetin e historisë sonë. Në emër të komunës së Dragashit, ju siguroj se do të vazhdojmë mbështetjen çdo iniciativë që ruan, promovon dhe lartëson vlerat tona historike, kulturore dhe kombëtare. Qoftë i përhershëm kujtimi për Ymir Prizrenin. Ju falenderit. Faleminderit akademik Abbas Qengaj. Gjithashtu një falënderim edhe për fjalimin e kryetarit Zotri Bexhet Xheladini, të cilën e përshëndesim me një duar trokitje. Radhën e ka drejtoresha e kulturës, rinis dhe sportit, zonja Liridona Misina i Piraj, të cilën e ftojmë për një fjalë rasti. Nderuar kryetari komune Zotri Bexhet Xheladini, nderuar nën kryetari komune Zotri Betim Ramadani, nderuar kryesuesi i kuvendit Zoti Resul Fetau, nderuar drejtor i KQS Kroimat Zoti Abbas Qengaj, të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të fshatit Zgatar, të nderuar drejtor komunal, drejtor të shkollave, të nderuar mysafir, të respektuar artist, veprimtar dhe bashkëfshatar të mi. Kam derin dhe kënaqësinë e veçantë që sot në cilësinë e drejtoreshës për kulturë, rini dhe sport t'ju përshëndes në këtë manifestim të rëndësishëm kulturor e kombëtar, sofrën e Ymir Prizrenit. Për mua kjo ngjarje ka një domethënie të veçantë, pasi mbahet në Zgatar, në vendlindjen time, në një vend me të cilin me lidhin rrënjët, kujtimet dhe një ndjenjë e përhershme krenarie. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të festuar kulturën dhe traditën tonë, por edhe për të nderuar figurën e shuar të Ymir Prizrenit, një personalitet që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e kombit shqiptar. Emri dhe vepra e tij mbeten simboli i përkushtimit ndaj Azeut, lirisë dhe unitetit kombëtar. Sofra e Ymir Prizrenit është më shumë se një manifestim kulturor.
Ajo është një vend takimi i vlerave tona më të mira, ku duhen dhe promovohen tradita, kënga, vallja, fjala artistike dhe trashëgimia jonë. Kjo sofër na kujton se kultura është forca që na bashkon, na identifikon dhe na bën krenar para brezave që vinë. Si institucione do të vazhdojmë të mbështesim iniciativat e tilla që ruajnë dhe promovojnë trashëgimin ton kulturore, sepse besojmë se investimi në kulturë është investimi më i mirë në identitetin, historinë dhe të ardhmen tonë. Në fund, me lejoni të shpreh mirënjohjen time për të gjithë ata të cilët kanë kontribuar në organizimin e kësaj ngjarje të veçantë dhe për të gjithë ju që me praninë tuaj jepni kuptim kësaj sofre. Lavdi jetës dhe veprës adetarit Ymert Prizreni. Faleminderit. Ju faleminderit zonja drejtoresh. Për çdo vit ndjidhemi këtu, në këtë vend para bustit të madhit Ymert Prizreni, për t'i dëgjuar fjalët artistike të poetëve nga trevat mbar shqiptare e më gjerë. Për të parë e për t'u kënaqur me vallet tradicionale, autoktone e për të shijuar edhe sa do pak nga ushqimet tradicionale opojane. Ky investim daton nga vitet e 90-ta e besoj se do të vazhdoj të mbahet, në zgatarin mikpritës e shumë bujar. Për dallim nga vitet e tjera, këtë vit për t'ju shmangur thashë themeve, se përzgjedhja e poezive shpërblyese është formale, organizatori ka vendosur që juria 3 anëtarësh të zgjidhet tani me propozimin tuaj. Prandaj kërkoj nga kryetari i komunës ose nga drejtoresha e kulturës të propozoj për juri një kandidat dhe 2 të tjerë të propozohen nga vetë poetët, përmes emrave të propozuarve për të zënë vend në podium. Për shkak të racionalizimit të kohës, do të ftojmë nga 3 poetë, të cilët do të lexojmë vargjet e tyre dhe mundësisht të thonë edhe vendin se nga vinë. Lusim poetët dhe i falenderojmë që të na mirë kuptojnë, që të mos mbajnë fjalim, por vetëm t'i lexojnë poezitë, të cilën do të marrin te juria në letër dhe përsëri të kthejnë te juria, për arsye këto poezi pastaj do të botohen në libër. Me këtë rast do të marrin edhe mirënjohje për pjesëmarrje dhe do të nënshkruhen në listën e pjesëmarrësve të poetëve. Tani ftojmë poetët sipas radhës, ashtu siç na kanë arritur poezitë në email. Ftojmë 3 poetët e parë. Adifete Shiti. Përshëndetje për gjithë. Jam Adifete Shiti, jam nga Honja e Lizit, jetoj dhe veproj në qytetin e Felizonit. Poezia ime është Buzëqeshja e diellit. Buzëqeshja e diellit mi rëmben të shikimet, era e zambakut mi kthen të kujtimet, në shtigjet të vjetra ati ku zemra kishte lërë gjumët e saj. Buz kroj një trandafil më dhurua, aroma e ti më bëri të fiksuar, si një ëndër që nuk një agim, si një fjalje pa thënë që kërkon strehë në shpirt. Bilbili këndonte e sillte ca mesazhe, të shkruar mbi krah të erës, ndërsa degët të vallëzonin lek në përkëdheljen e ditës së re. Rejt largoshin ngadalë nga qielli, duke i lënë vend dritës të shpërndahej. E në freskinë e verës që sapo kishte trokitur, do të lëzoj një jetë si trëndafil buzëkrojt, si dashuria që mësoi të qelë pa frikë. Ju faleminderit. Farida Ramadani, Fatmir Mehmeti, Fatmire Duraku. Përshëndetje nga Shkodra, Farida Ramadani. Yjet shumëzu me dhimbjen. Deti që kam rana për që ndalë të fuqishme. Yjet shumëzu me dhimbjen shojnë energji pa ngjyrë. Njësoj, si top tharezësh drite, si simbol mahnici misterit. Ngushton shtegun e të rrimit e nuk len me jetu në flatra. Të mulum qarqafte arcartë, jetës shpirtnore deri në caqet përcaktume, që nisin kohnat kryq dhimbjen e stinve me dashnin. Ret, qajnë e hedhin shi loq, ofë sforcu. Për mysin anijet e viteve, masia kanë kput tanë velat, pa dit kufirin e parajsës e të ferrit. Tu mas pyet Danten për krijimin e gjësi shpirtnore, me kthjellu pamjen e udhërfysit për të ardhmen, me besu në univers e me ja pasu këtë lamsh, me transformu botën me gjuhë pa ide njerëzish, që koha
i varë në kalim të stinëve pa kry. Hallë peshën e përbindshme mi meditimin, përfshi prej durve mrena që e presin. Me lëshu busqeshin me rezet arta, edhe pse shpirti është i trazu, mirë pret me fillu ditën me rezën sy. Faleminderit. Shëndetje, unë jam Fatmire Duraku dhe vi nga komuna e Vushtres. Poezia ime titullohet Ylli i ujit. Zbres shkallë në shkallë, të arritë zjarri im, të lulja përjetësisë ashtit, tashmë e bërë fyll mbi hirin e vetë. Zbres shkallë në shkallë, deri në fund dynë dhimbjes, me hirin e tokës, me hirin e ujit, frymen ta bartë për te ngjyrës e ëndrës. Ti kthejhet para për lullës e lulja e gjakut, për te përjetësisë së premtuar ta vënë lëvizje shpirtin. Aty ku guri mban mend emrin e uji rrjedh në përdamart e qytetit lasht, ku lumbardhi i pikur me gjak rrjedh nën urën e kujtesës, e guri i qytetit e ruan emrin e flakës. Në krahun e urës ende fle zëri i zjarrt i lidhjes. Ende zgjohet hiri në fyllin e kujtesës. E gjaku i lidh brigjet me vijen e vetme, zemrën me zemër, gurin me guri, në të njëjtën frym të vjetër të Prizrenit. Ja sa afer e sa larg në vetmi, në udhtimin për të zanafilla, për të burimi njohur i yllit të ujit. Faleminderit. Do këtë mësova udhën unë përdalë si shpesh. Dola për dy arsye. Njëra është se Gazmend Beçaj është në juri, do t'ja lexoj poezinë unë, jashtë konkurencën, sepse ja jep vetit shpërblimin. E dyta, dola që të ndaj një plaket për kontributin e dhënë poetit Ibrahim Skanderi pas vdekjes. Lus nëse ndonjë familjar është tu, ta merr plaketën. Trungut o Pojarë, vëllezërve Faik e Belul Beçaj. U nisëm nga një farë e mbarë duke u bërë syth të hashme me ngjyra e veçantë të ndryshme të një trungu o Pojarë. S'kishim pothuajse asgjë veç pragut shtëpisë dhe kujtimeve të fëmirisë, por sa herë që duhej e sa herë kishim mall, si një bekim i rrallë, si një forcë e heshtur, bëheshim bashkë për ta bartur të njëjtën barës të his duke i dalë përballë. Rrugët ndahen e vitet kalojnë me bubullimat e kohës, fërfluan erat e forta që si gjethet e moshës, shtigjeve të botës, pike pes në shpërndan, e rrenja më s'kishte faj që era theu degët e saj. Ke putura e të pajet, pa gjethet e stineve e sythin e vyshkur kret, sa do degë të janë tharë e të janë bërë ashkë, vllazërit e mi është trungu i kujtimeve, trungu o Pojanë, që përjetësisht në mbarë bashkë. Faleminderit.
Përshëndetje për të gjithë. Unë e këllëqedhe një poezi për muajt e maturantit, nëse është maturanti. Në këtë natë bukur me hyje, ku bëndrit hënë mbi gryje. Bashk me tingujt qiftelis mremja maturës kanis. Maturanti hynë në valle, luan shotin kosovare. Kujtimet i hedh në valle, argëtimi nuk ka ndalje. Ngrihet në këmbë ja dilipari, i prin vallës kujdestari. Fillon këngën dhe drejtori, në këtë natë bukur qërshori. Shokë dhe shoqe mos harroni, maturantin ta kujtoni, dhe këtë natë që s'kam barim, thellë rënditi shpirtin tim. Në punë të gjithë urojnë me shpresë, fakultet e kënë kujdes, kënë nga vallja pa mbarim, kështu vazhdoj deri në agim. Ju përndirë. Ftojmë tre poet, Hatip Ulaj, Hava Mihasi, Ilma Berisha. Ilma Dervishi, Jahe Delia, Luizim Hajdari. Medina Ramaj, Mehmet Shala, Merita Thartoqi. Unë e Mehmet Shala nga fshati Brezne. Sot do të lexoj poezinë time Kosova ime. Shumë trima për ty ranë, për të vetëmin me mdhe, për të bërë Kosovën shtet e gjithë populata është përpjek. Armiku gjithë një vepronte, që shqiptarët t'i azjasonte, që Kosovën në tërsi t'a kolonizonte. Lirin e pagu me gjak, armikun i tham jaft, se këtu jeton populli Dardan dhe askuj tjetër nuk do t'ja lëm. E ti muj e vjetra Evropë, me genjeshtrat sërbe ende nuk e ngo, se edhe juve po ju mashtrojnë. O ju politikanë, mendoni sa do pak, se Kosova e donë demokracinë, mos e qoni Kosovën në qorë stokak. Se për te është tërë shumë gjak. Andaj mendoni si po veproni, Kosovën nga kjo krizë të shpetoni. O e mjera politik, rinia është duke ik, duhet vepruar sa më parë që këtë trend për të ndarë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Jam Hava Mihasi Muçollari, vi nga Tirana. Poezia titullohet "Më jep një adresë baba". Ku të ta nis letrën e mallit, baba? Në ç'a adresë të ta nis? Kam frikë se rrugës dhe humbje ka, dhe frikë se s'të gjej dot sërish. Me çfarë që të turoj i bukurim? Kam frikë se dot si lexon. Shumë shira kanë rënë që nga ikja jote. Mos loti i prish, i hedh, e kuptimi ndryshon. Me dorën që të dridhet, të lutem, meri. Më hith ndonjë fjalë a shikim, qoftë edhe tallës. Pyet në botën e hadit, a lejohen urimet për përvjetorin e radhas? Dua tulipan të nis nga këtu. Kanë aromë maramense, ngjyrë
që ndryshon nga mavi. Edhe pse atje ku kemi lindur, të tillë s'kemi patur. Dua që të vinë tek ti. Me cilën post të t'i nis, baba? Cila post duron heshtjen, errësirën? Loti im le t'i shtyj deri aty, mbas e bën më të mirën. Më jep një adres, të lutem, baba. Një adres patjetër e ke. Një adres ku bota ndryshon prej këtu. Është bërë më e re. Ju falenderit. Jahja Delia nga Tirana. Poezia titullohet Urim i panisur. Aty afër teje unë kalova, zgucova t'ju themi mëngjes. Kur mos mendo se harrova, se shpata një droj t'ju përshëndes. Vazhdoj t'jemi mërzitur se në horizont nuk shoh premtim, sa gjatë sinjal nga ti kam pritur, krahorin qanë zemra, s'po bën durim. Me shpresë prita këtë të hënë, peta flak drojën e të flasë me guxim, zemra e mendja një debat bën, mendja i tha zemrës, ç'është ky nxitim? Shpesh kam menduar të nis ndonjë varg, provoj kur shoh se më shkon kot. Dhe pse të kam afër, ti me ik larg, s'dua ta fsheh, shpesh rrjedhin lot. Perzull në shpirt, urim i panisur, pret ju vi si zok shtektar, ta qetësoj tua këtë shpirt të dalldisur, që në qaste vetmije në djekë si zjarë. Sa shumë kujtime i ruaj në zemër, mjaft kam duruar, drejteje për rend. Këti zjarri që djekë t'ja vem një emër, nuk gjej më të bukur se emrin tënd. Faleminderit. Përshëndes të gjithë të pranishmit. Unë jam Hatip Hulaj, vin nga Prishtina, por jam nga Klava e Opojës. Poezia ime titullohet Heroj të kombit Rushdi Berisha. Prof Rushdi, isha në shkollën në tënde, emërtuar me emrin tënd, shkollën ku me vite punove, atje në gjimnaz, në Dragash, urime ditlindja edhe festa e shkollës, të thash. Në obor të shkollës ishte një lapidar, emri yt ishte gëdhendur ca vite më parë. Ishën nxënësit, populli, profesorët, të gjithë ishin mbledhur dhe të kujtonën pjesë nga veprimtaria jote evokonin. Çdo kush thoshte diçka nga historia jote, angazhimin për lirinë e kësaj toke, çdo gjë ishte shkruar edhe në lapidar, Rushdi Berisha, hero kombëtar. Ti e deshe lirin ma shumë se jetën, ti e deshe kombin ma shumë se vetën, e refreni yt që përsërisje gjithnjë, smëdhimsët jeta për liri e pavarësi. I qëndrove besnik i dalit, gjak yt i derdhur, ai gjak i liris, ishte gur themel betonus i pavarësisë. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Ilan Berisha nga fshati Leskovec i Prizrenit. Ju flet zëri i sharrit, në faqet e historisë, me zgurëve, krojeve e kujtimeve, ju flet zëri i sharrit. Këtu ka nisur rrugëtimin i djalë
që më vonë do të mbante në zemër shqetësimet e një kombi. Këtu mësoj gjuhën e tokës, atë gjuhë që nuk shkruhet në libra, por në sakrifica, në besë dhe në qëndres. Emri i tij u bë udhë kur kohët kërkonin burra që nuk përkuleshin. U bë dritë kur errësira kërkonte të mbulonte fytyrën e atë dheut. Dhe sot, për lindjen e re, kemi ardhur të dëgjojmë çfarë na thot ende shembulli i tij. Njerëzit e zakonshëm i merr koha me vete, por ata që jetojnë për kombin mbeten në kujtesën e brezave, sigur themelit të historisë. Dhe sot, kur e kujtojmë Haxhi Ymer Prizrenin, nuk po na tingëllon si e hone së kaluarës, por si një thirrje e qetë që na fton të jemi më të denjë për tokën që na la amanet. Ju falenderit. Vazhdoj me një pikë muzikore nga zotëri Reshitaj. I përshëndes për mësë me majtë shumë fjalim, gjithmonë nga kolegët e mi kom pas kërkes që në këto letrare të këndohen dhe një këngë. Edhe pse jam largu prej këngës ka viti. Por me që jemi këtu në këtë vend, pranë lapidarit të Ymer Prizrenit, do ta sjell para jush këngën në Prizren më të bukur në vend, që ka të bëjë pikërisht me lidhjen e Prizrenit.
Faleminderit zotri Reshitaj. Po ashtu kemi edhe një telegram të dërguar nga Vjena, Austrisë. Përshëndetje, urime për këtë ditë madhështore të kushtuar burrave me peshë të kësaj toke. Nga Vjena e lashtë e qytetrimit, dërgoj përshëndetjet e mia të përzemërta për ju. Gjaku i Mirë Prizrenit, gjaku i lavdishëm Opojar, dhe për të gjithë shkrimtarët, profesorët, intelektualët dhe dashamiret e kulturës, që e një mbledhur sot në token e lashtë të Ymir Prizrenit. Për gëzime të veçanta për aktorin dhe akademikun e nderuar Abbas Shengaj, kryetari i organizatës letrare Kroi Macës, i cili me punën dhe përkushtimin e tij por i përtrin kaldrimat e lashta të zgatarit të Opojës, duke i kthyer ato në ura kujtese ndërmjet së kaluarës dhe së ardhmës. Ju sot nuk jeni mbledhur vetëm për lavdinë e letërsisë. Ju po shpalosni historinë e lavdishme të Ymir Prizrenit, por i ktheni në kujtesë vlerat dhe sakrificat e brezave që ndërtuan themelet e identitetit tonë kombëtar. I nderuari Abbas, ju nuk jeni artist vetëm në letër, por edhe në vepër. Jehona e punës suaj ka depërtuar anën ban trojeve shqiptare. Sot pesh nuk ka vetëm titulli juaj akademik, por puna juaj, vlera juaj dhe këmbgulja juaj, që e një bërë tempull krenarie për Opojën. Ju i palodhuri i kulturës dhe i fjallës, po ngrini tempuj të kujtesës sonë kombëtare në këtë ditë lirie. Për këtë meritoni respekt dhe mirënjohje. Ju lutëm aktor dhe akademik Abbas Shengaj. Ju jeni krenari jo vetëm për Opojën, por krenari e mbar kombit shqiptar. Pikërisht për këtë e pashtë të arsyeshme, që nga Vjena t'ju përgëzoj me këtë telegram për punën tuaj të vyer dhe për këtë mbledhje letrare, e cila po mbahet në vendlindjen e burrave të mëdhenj, në token e lashtë të Ymir Prizrenit. Toka që kanë nxjerrë burra me peshë, nga Ymir Prizreni e deri te akademiku Abbas Shengaj i ditëve tona. Edhe pse fizikisht nuk jam mes jush, me zemër dhe shpirt jam pjesë e kësaj ngjarje kulturore e kombëtare. Ju uroj të gjithëve shëndet, mbarësi, frymëzim dhe suksese në rrugtimin tuaj fisnik në shërbime të kulturës, historisë dhe kombit. Me respekt vëllëzëror, gjaku juaj Opojar, akademik Miftar Tërshnjaku. Tash vazhdoj me poetët të tjerë, Minire Rukovci. Përshëndetje për të gjithë. Quhem Minire Rukovci, vi nga Prishtina. Poezia ime titullohet Flas me kujtimet. Flas me kujtimet. Hapa derën e oborrit, oborrin e kishte kapluar bari. Në degën e dardhës ujse, pash varër kosën. Baban nuk e pash, flas me kujtimin e tij. Hapa derën e shtëpis, përballë pash poretin. Pranë tij një shkëmbë me 3 kamza, në fjokun e shporetit gjysëm hapur, shihej një mendeli qëndisur, një shkreps dhe një letër thesi nga thesi i millit e palosur mirë. Nuk e pash, flas në kujtimin e saj. Mbi tavolinën pranë dritarës, pash një libër të lexuar, por të papërfunduar, e motrën nuk e pash, flas në kujtimin e saj. Një diplom gjeta në dollapin e librave të vllaut, e vllan nuk e pash, flas në kujtimin e tij. Ju faleminderit.